Dhjetra punonjës të kompanisë Bunkers Petroleum janë ngritur mesditën e sotme në një protestë organizuar nga sindikata e sektorit hidrokarbur. Me pankarta në duar, ata janë mbledhur para zyrave të kompanisë në Marins, teksa kanë shfrytëzuar orarin e pushimit. Në fjalën e tij, kryetari i sindikatës Dritan Shahu i ka bërë një thirrje të drejtë dhe të fortë shoqërisë Bunkers dhe drejtuesit të saj Hong Ping që të ndalojë të injoruari zërin e punonjësve, duke u ndalur në disa kërkesa kryesore, si ndalimi i intimidimit dhe presioni psikologjik ndaj punonjësve, ndalimi i diskriminimit dhe pabarazisë në trajtim dhe përfitime, ndalimi i nepotizmit dhe emërimeve klienteliste, aplikimin e statusit të naftëtarit dhe dietës ushqimore. Ne nuk kërkojmë lëmosh për drejtësi sociale, pasi në kaq vite jemi grabitur, ka thënë në fjalën e tij sekretari i sindikatës së sektorit hidrokarbur, Degafir Dritan Rapushi. Sindikatës së sektorit hidrokarbur, kolegë dhe punonjës të shoqërisë Bunkers. Ju falenderoj që jemi mbledhur të gjithë bashkë këtu, pavarësisht i dimendimeve të bëra këto ditë, dhe sidomos sot dhe dje, nga përfaqësuesit e shoqërisë për të mos dalë dhe për të ulur dhe për të heshtur zërin tuaj, ne jemi sot këtu dhe do të jemi çdo ditë derisa zëri jon të dëgjohet dhe kërkesat tona të merren në konsiderat. I bëj thirrje zotit Zhang që e shoh nga këtu që ka dalë aty para, dhe zotit Hong Ping dhe shoqërisë Bunkers Petroleum të marrë në konsiderat kërkesat tona. Ato janë kërkesat si unë të lexoj tani në vijim, por siç kanë qenë në çdo takim që ne kemi bërë aty. Nëse nuk na merrin në konsiderat, nuk do të heshtim zoti Hong Ping dhe zoti Zhang. Punojmë prej vitesh në këtë kompani dhe vetëm në përkëmbëmi, ka thënë punëtori. Po, meritokracia këtu është sipas preferencave. Kërkojmë rritje pake me dinjitet dhe jo me mik edhe me shok. Në kapitalizëm kemi ligjin, pronën edhe meritokracinë. Të treja ato nuk zbatohen këtu. Organizatorët kanë pohuar gjithashtu se nëse zëri i punonjësve nuk do të dëgjohet, atëherë protesta e sotme do jetë vetëm fillimi një rruge të re drejt protestave që do të përshkallëzohen.